Ka kaluar një javë nga Bastisja përkatësisht mbyllja e zyrave paralele në Gorazdes të Pejës pas një aksioni të koordinuar të Agjencisë për Inteligjencë, Prokurorisë dhe Policisë së Kosovës. Megjithatë, edhe pas ndërprerjes së aktiviteteve ilegale të strukturave paralele të Serbisë, të cilat për vite me radhë vepruan brenda territorit të Republikës së Kosovës, këtu çdo gjë duket e qetë dhe e njëjtë, përveç zyrave ilegale të cilat tashmë janë të mbyllura. Jemi në Gorazdes të Pejës, para objektit i cili ditë më parë u bastis nga policia e Kosovës e ku përpasoj u mbyllen edhe zyrat e tij. Sipas qytetarëve këtu, të cilët nuk dëshën të prononcohen para kamerës, edhe gjatë ditës së djeshme policia ka ndërmarrë një aksion me që rast ka mbyllur edhe objektin e postës. Banorët e këtij lokaliteti nuk kanë pranuar të flasin para kamerave, por prapa atyre disa u shprehen të pakënaqur me mbylljen, por kishte edhe të atill që deklaronin se nuk ka ndonjë ndryshim prej mbylljes. Gjatë kontrollit në këto zyra ilegale në Gorazdes, por edhe lokalitete tjera si në Klin dhe Istog, janë hasur dokumente të ndryshme me logo të Serbisë dhe strukturave ilegale e që janë në kundërshtim me ligjet e Republikës së Kosovës.